Sa prej nanave u aprishin harmonin qikave të veta, duke qenë ato nuse në shtëpi huja. Mo nanës thot, mos të shkelin. E ajo të tonë mos të shkelin, ajo e merr atje rolin e komandantit. E kur ta morë nusja rolin e komandantit, e prish shtëpi. Atëherë mo nuk jetë ajo nusja. Atëherë një nan mas e drejtor, ajo veç kukull. Andaj ti e sheh plot pi nuseve, nuk janë vetja. S'kan gjevap më një herë. Takshiri thot ma, çka do të thonë kjo takshiri? Mos e fut më një herë. Jo thot, po nanë kam, po nanë ki, po se nana jote nuk e ka këtë burr. Ti e ki burr. Mos e fut më një herë, se e prish punën. Mundohu burrin me trajtu burr. Edhe burri me trajtu gruajet vet. Gjithë, a di kur thirrët pala tjetër? Kur mrin, s'ka. Po shtu diskutu talaki, po të diskutu prishje e familjes, atëre edhe ata me qetësi. Njëherë thirrën ndarës, apo duke harujt nana e qikës interesin burrit, edhe duke harujt nana e burrit dhe baba i burrit interesin nusës vetë si harun qikës, apo? Pse ndodhin këto probleme, vëllezër? A dini pse? Sepse futën palë. Kur ka bën nusja akt me burrin, aty shkruan 1 vandri filani, 2 nusja filanja. Nuk ka shkruajt në klapa edhe nana në i herë. Çka nana? S'ka nana këtu. Janë 2 palë aty. Andaj mos e fut palën e tretë. A di pse mos e fut? Jo i thot, po nanë kam. Nanë kitë respektoj për nanë. Banja ismetin për nanë, mos e fut. Shumë për probleme, vallahi, kjo nga praktika, tani nuk kemi për me ka dhënë detajet shumëta. Shumë për problemeve, zbulohen. Thot po nana ime më tha. Problem, burrë gruaje kanë ardhur, hoxha, do na muda, me 3 fëmijë. Çu pse muda valla? Kur e kishir mas pari probleme kot e kot. Ka problem? Këto probleme kemi problem zinaje. Ka uzu për zinë. Kjo punë rana. Apo